Shëndetje, mirëmbrëma, mirë se vini në Kush Pagua. Ne do të flasim sot për tregun që duket se ka një presion për sa i përket tregut imobiliar, pse po rritet kaq shpejt qera, çfarë po ndodh në zonat kryesore të Tiranës. Dy ekspertë në studio, Ervin Demirxhiu, mirë se vjen, kënaqësi. Armand Shkëmbi, mirë se vjen, kënaqësi të të kem në program. Kënaqësi. Ta nisim bashkë çfarë po ndodh dhe pse duket se qerat po rriten me ritme të shpejta. Qerat janë rritur sepse njerëzit të përballur me çmime shumë të larta për blerjen e pronave janë detyruar të shkojnë tek qeraja. Dhe kjo ka çuar në një kërkesë të rritur për apartamente me qera e përjedhoi dhe rritje të çmimeve. Tani çfarë ndodh është që ne në Tiranë kemi 50 deri në 70.000 apartamente bosh, un kam vite që e them këtë tek emisioni juaj, të cilat duhen motivuar të dalin në treg për qera. Ka politika në këtë drejtim, me prekim edhe gjatë emisionit, kanë filluar të punohet në atë drejtim, po prap jemi vonë. Qerat në Tiranë duhet ishin gjysma e vlerave që janë sot. Gjysma e vlerave që janë sot? Po se kemi shumë stok. Ne kemi, do më thënë, këto 10 vite janë ndërtuar 100.000 apartamente. Nuk kanë ardhur ka shumë njerëz në Tiranë. Pra jemi në kushtet kur kemi shumë apartamente, po të cilat nuk përdoren për jedhoj edhe çmimet e larta. Ervin, si e shikon? Tani, është vërtet ajo që tha Armandi. Ideja është tregu i qerave do vit duke u sistemuar, duke u rregulluar, sepse ne kemi një pjesë të madhe të ndërtimeve në Tiranë që po maturohen. Dhe janë pikërisht këto ndërtime që do futen në treg dhe mendoj që do stabilizohet çmimi i qerave. Sigurisht që nuk pres që të kemi ulje, të kemi përgjysmim apo ulje çmimer, po pres që mos të kemi më rritje, ose të paktën mos kemi më rritje në këto nivelet rritje që kemi pasur këto vite. Pra, pronat që do futen në treg, patjetër që do stabilizojnë çmimin e qerave. Patjetër është edhe pjesa e apartamenteve të emigrantëve, që është një pjesë goxha e konsiderueshme, që nëse do futeshin në treg edhe ato prona, sigurisht që çmimet nuk do ishin to, do ishin më të moderuara, mendoj, patjetër. Por këto pastaj duhen instrumenta të tjerë. Sa reale janë shifrat? 15 deri 25% rritje të çmimit të qerave nga viti në vit? Unë mendoj që është pak e egzageruar, ndoshta në këtë pjesë bën sens edhe pjesa e euros, që është ulur, gjë që reflektohet edhe në vlerë, sepse ne tani po të shikojmë tregun e qerave, ne shikojmë prona në lek. Nga euro që çmime të tilla që ne shumë. nuk i kemi patur ndonjëherë, unë se mbaj mend kurrë, që ne të kemi pasur qera në lek. Ne sot shikojmë qera në lek. Ato qera që kanë qenë në euro janë kthyer në lek. Apo euro është rritur, është konvertuar për të shkuar në vlerën që do qytetari të marrë. Pra është kjo pjesa e konvertimit mendoj e euros që kanë ndikuar. Vetëm një styr, kemi një tabel që flet për rritjen e qerave në Tiranë, sipas zonave. Stadiumi Dinamo 1+1 në 2025-ën 500 deri në 800 euro, në 2026-ën 500 deri në 1.000 euro. Rritje me 20%. Zona e liçenit për apartamente 1+1 1.300 euro maksimumi ka qenë, aktualisht 1.500 euro. 15% rritja. Komuna e Parisit për 1+1 apartament 500 euro me qera deri në 800. Duke ndryshuar për këtë vit 900 euro, 1.000 euro deri 1.200 euro. 13% rritja, për 2+1 nga 1.200 maksimumi, duket se ka qëndruar minimumi është rritja me 9%, tek fresku për 1+1 380 deri 400 euro, në 2026 380 deri 400 euro. Dhe 2+1 duket se kanë qëndruar në njëjtin nivel. Nga ana tjetër shohim se nga 2024 për 2025 ka pasur po ashtu rritje edhe për sa i përket qerave afat shkurtra me 225%. Çfarë do të thotë kjo? Mos ndoshta disa prona kanë kaluar edhe për qera afat shkurtër dhe ato që janë në treg, edhe për shkak të faktorëve që ju thatë, më pak prona në treg shumë të bllokuara, ka ndodhur që është rritur çmimi. Shqiptarët investimin në prona e kanë zakonisht të blejnë dhe të rishesin, nuk i blejnë për t'i dhënë me qera. Po flisim me Ervinin çfarë me një zotëri aty që kishte bler prona për investim. I thash për çfarë i ke bler dhe i kishte bler herët për t'i shitur në përfundim, ndoshta edhe për t'i dhënë me qera. Por shumica blejnë për të rishitur. Sepse fitimi është më i shpejt dhe më i madh. Pra duke qenë që industria e ndërtimit në Shqipëri nuk ka likuiditet, nuk ka lekët e veta, përdor lekët e njerëzve. Njerëzit tani janë si një lloj banke. Pra shqiptari thjesht është duke bërë financuesin e ndërtimit, por nuk e di.
Me vete e di se po ble prona, në fakt po financon projekte. Po financon për të ndërtuar. Me risk të madh, nuk e di shqiptari thjesht prapë që ka risk, se nuk ja ka thënë njëri që ka risk, dhe në fund fare del me fitim, dhe këtu e ka kënaqësinë kryesisht investitori shqiptar, të blej për të rishitur. Dhe ti ke në Tiranë me mira prona sot që njerëzit nuk i shesin derisa të arrin çmimin që duan ata. E përjedhoj tregu i bllokuar. Tregu kur është i bllokuar realisht rritet çmimi, se nëse ne të gjithë vendosim që nuk do t'i shesin prona derisa të arrin të çmim, për çudi, arrin ai çmim, se më ka ndodhur mua që pret 6 muaj tjetri dhe rritet çmimi. Rritet nga bllokimi, nga mungesa e taksave. Por lajmi i mirë është që taksat ka filluar të implementohen në treg. Po e lë fjalën Ervinit dhe po them se çfarë iniciativa ka që do